Dëgjesa publike e thirrur në martanesh për dhënien në përdorim të sipërfaqeve kullusore dhe pyjore përmes ankandit është kthyer në një protestë të banorëve kundër planit që sipas tyre synon hapjen e rrugës për vendosjen e paneleve fotovoltaike në zonë. Prania e qindra banorëve në takim si dhe tensionet që në nisje bën që përfaqësuesit e Bashkisë Bulqisë dhe sekretari i Këshillit Bashkiak Klodian Reçi të largohen. Banorët pretendojnë se ka mungesë transparence dhe se bashkia po bën përpjekje për të vendosur mbi fatin e tokave të përbashkëta pa konsultim me komunitetin. Këtu po shkatrohet fshati herë shkatruar në mënyrë përfundimtare. Po se ne jemi në mënyrë kategorike kundër dhe ne do e mbrojmë me gjak pllëmën time. Po në qofë se tokën time ku më kalon baba, me zabel, me gure, me kufi dhe me shkam, unë do të vdes i dyti, i pari do vdes dikush që futet në tokën time. Po këto dokumenta që ka miratu sa ai çuni, ai zhëricës, ai nuk ka lidhje fare, ai çuni si e këtu, deklaroi se tha nuk kemi ardhur për këtë punë. Faktikisht, këto dokumenta që kam në telefon, që janë të dalë nga Bashkia e Bulqizës, janë të gjitha me firmë të pyjores, të ndërmarrjes pyjore, për të marrë 85 hektar tokë kullusore. Ata paralajmëruan se çdo vendim i njëanshëm mund të krijojë konflikte serioze sociale, pasi shumë familje po rikthehen te blegtoria dhe përdorimi i kullotave. Kanë filluar njerëzit të vënë baktit. Ka 200 e sa bakti ka njëri këtu që ka ke fabrika gjithë kjo zona këtu, afër qytetit. Qofse ti do vesh panelet ke kjo zonë, deri sidomos fusha e gjatë, kjo ka qenë bazë për këtë fshatin këtu, që kap dhe qytetin e Krastës. Unë nuk them ka zona të lira që mund të vijen ato, paktën më tonë projt të Batrës, por jo këtu, këta planifikojnë këtu poshtë brenda qytetit, brenda fshatit. Kjo protestë vjen në një moment kur debatet të ngjashme po zhvillohen edhe në zona të tjera të Bashkisë së Bulqizës. Disa ditë më parë edhe në Leçan të Ostreni dhe në Gjoricë, dëgjesat publike u shoqëruan me kundërshti të forta nga banorët që refuzuan planet për dhënien në përdorim të sipërfaqeve pyjore dhe kullusore.